Avokate e Elionës, Leonora, shpërthën ndaj komenteve negative. Opinionistja e edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova, këngëtarja Leonora Jakupi, ka reaguar ashpër përmes një postimi në rrjetet sociale pas kritikave të shumta që ka marrë nga ndjekësit. Ditët e fundit, ajo është cilësuar në rrjet si avokate e njërës prej banoreve më të komentuara, Elionës, duke u akuzuar për njanshmëri në komentet e saj gjatë spektaklit. Përmes një story në profilin e saj në Instagram, Leonora ka sqaruar pozicionin e saj, duke u shprehur e habitur nga perceptimi i publikut. E çuditshme si mundeni me mendu ju që unë jam avokate e djallit, ose Elionës si që thoni ju, ka shkruar ajo, duke theksuar se vlerësimi i saj bazohet vetëm në ecurinë e lojës deri më tani. Sipas Leonores, mbështetja e saj vjen si pasojë e qëndrimit korrekt të banores brenda rregullave të formatit. Unë jam duke gjykuar një lojë të saj, e cila për mua ka qenë shumë korrekte brenda kornizave të asaj loje, sqaroi Leonora, duke shtuar një paralajmërim për të ardhmen. Nëse nesër ajo bën diçka të pahishme, unë do të jem e para që do ta gjykoj. Përveç sqarimit për Elionën, opinionistja ka ndarë edhe një ndjesë keqardhjeje për eliminimin e fundit që ndodhi në Big Brother VIP Kosova. Ajo pranoi se i ka ardhur shumë keq për largimin e shkurtës gjatë natës së mbrëmshme, duke treguar se përtej rolit të saj kritik, ruan edhe anën emocionale ndaj banorëve që lën garën. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.